Bë sa bukje pjesë. Te I ki buste Unë për 2.0 kam nevojë Nura ato të garantoj, po dbuta I kam përgjithësi. Çka deshta me thonë është që ndërhyrjet estetike janë të nevojshme për njerëzit që kanë komplekse ose kanë nevoja që me pa vetëm pak ma ndryshe, por ndërhyrjet estetike nuk janë për njerëzit të cilët dalin prej vetës edhe ma nuk I nje në realitet si qysh janë. Për shembull, ka shumë figura publike, influencer të ndryshëm që ma kanë këngëtar, nuk I nje realisht prej postimeve në rrjetet sociale, me bëmi po live ose qysh janë kanë të kalumën, tepër investim të madh kanë bërë në për ftyrat e veta. Kur tha Nura, hunën e kum bë, po edhe njerë kisha po s'di që shta, kjo hunën e ka perfekte, do me thonë, veç në ja bëfshë dhe na I birë me Jo tha molzat I kisha bo. Menoj nga njëherë që I kisha bo dhe molzat ose diçka. Jo hunën mo, po besoj. Që qëfar molzë ka, këshire? Operacioni hunën se ka terrorizu. Se sot veç po prejk, me s'di shke. Mirë është, si ka të bëme, inshallah I banë. Po, do me thonë, te je mes kundër edhe nuk po din me gjithë një mes, kështu, a? Shëndrit. Jo, veç tash prejk edhe në diçka. Dashurën e kështë marrë me dëbome atë pa bume? Dashurën e kisha bo pa ndërhyrje estetike në zemër tjera të s'ka dert. Po më pëlqen ta, do e përkitje, po më pëlqen. Faleminderit. Doktoresh, e thashë këna me folë dhe për këtë pjesën, shëndriti që e hapi si temë që kanë shumë, mirë po ndoshta se pranojnë. A është ende një farloj, jo me thonë totalisht tabu, mirë po asi panike ose frike që me pranu për një ndërhyrje ose një ndryshim që po e bojnë, kjo për shkak të paragjykimeve që e dim që ndodhin kryesisht në rrjetet sociale, kem qef me jep një mendim tonin gjithë